Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salatu wa temmu teslim ala al-mebuthi rahmeten lil alamin wa ba'd. Falënderimet dhe lavdrimet e sinqerta i takojnë vetëm të madhit Allah xhalla shanu. Përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra të nderuara, gjithë ju që na ndiqni drejt për drejt përmes valëve të radios islame në internet, si dhe gjithë ju që jeni këtu prezent në xhaminë e Vecikonit në Zvicër, më lejoni që fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Në këtë emision apo në këtë edicion të këtij emisioni do të përgjigjemi në disa nga pyetjet tuaja. Do të vazhdojmë me një pyetje të një motre e cila thot: unë e fal namazin në shtëpi. Mirë po, kur e fal namazin thot në shtëpi ndodh që ti ndroj dhomat ndonjëherë, kështu që në disa dhoma thot ndodh të ketë fotografi të varura në mur. A është kabul namazi apo është i vlefshëm namazi nëse falem dhe para meje ka ndonjë fotografi? Spari, muslimani duhet të jetë i kujdesshëm që në muret e shtëpisë mos të varë fotografi. Kjo është e para. Mund të ketë leuha apo mbishkrime që ja kujton njeriu përmendjen e Allahut, ja kujton njeriu ditën e gjykimit e kështu me radhë. Ndërkaq, ajo që ndodhet në përvendet tona me varjen e fotografive me të vërtet nuk është në rregull, dhe në veçanti kur sot i varin fotografit të zamë të dasmave, të nuseve, edhe atë në dhomat bile dhe të ndejes ku rinë gjithë njerëzit apo ku vinë edhe misafirët dhe gjithë i shohin ato fotografi. Kjo nuk është në rregull, nuk është në rregull jo vetëm në aspektin fetar, por edhe në aspektin tjetër, se nuk ka qenë traditë jona ashtu pra fotografitë e femrave të zbukuruara ti nxjerrim në vende ku ne i shohin të gjithë. Mund fotografin ta kesh, po do ta kesh në album, nëse do ti si njeri i shtëpisë ta shosh, mund ta shosh, por jo edhe gjithë njerëzit që shpesh në përshpia vinë edhe njerëz që nuk janë as gjak as gjë. E dyta, namazi. Namazi inshallah është kabul, në atë kuptim është i vlefshëm. Dhe nëse ekziston një fotografi e varur në mur dhe ti falesh, namazin e ke tamam, ama është mekruh. Do të thotë kur falesh, do të kesh kujdes që qojsh, mos falesh drejt për zdrejti me atë fotografi. Por ta ndrojsh anën pak, shkojsh ka ana gjatë ose majt, ose ta hekish fotografin krejt, ose ta mbulosh fotografin me diçka. Por pjeqa në qoftë se je fale dhe ka qenë fotografia para, normalisht se ti namazin e bën për Allahun, edhe ajo fotografi ka ndodh ati, me kru është, nuk është mirë, ama namazi it inshallah është tamam dhe nuk ka nevojë ti përsërisësh atë namaz. Por kujdes, kur të falesh pra, mundohu të gjejsh një dhomë ku nuk ka fotografi, ose ti hekish ato fotografi, ose nëse nuk mund t'i hekish, atëherë bile ti mbulosh me diçka, ose pa edhe këtë nëse nuk mund ta bësh, atëherë largo që mos të vije para vendit sejdës apo ball për ball me ti ajo fotografi. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Një pyetje tjetër thotë kështu: falemi thot në shtëpi dhe shpesh ndodhen që fëmijët të hinë në dhomë dhe na dalin parë. A e prish namazin dalja para e fëmijëve? Besimtari çdo herë kur falet duhet që të kujdesshëm ta gjej edhe vendin. Do thot falet në një vend ku nuk u pengon njerëzve tjerë dhe ku njerëzit tjerë nuk i pengojnë atij. Kjo është edhe për xhami vle. Për shembull ti falen sunetet, mos shko ti falish sunetet me njëre mbas dere, në atë kuptim, vendi ku hin njerëzit ti me njëherë atij e lidh edhe njerëzit s'kan ka të shkojnë, pa tjetër të dalin para. Po shko falu atij ku nuk u pengon njerëzve. Ose vend diçka përpara, ndonjë karike ose ndonjë objekt tjetër, të cilin gjuhën arabe i thon sutre, pra që ta pengojsh kalimin e njeriut, apo ai të kalon pas atij objekti dhe atëherë namazit nuk ka kur gjë, inshallah nuk ka problem. Mirë, po kur falesh ti,
në një vend ku njeriu patjetër të kalojë para teje, atëherë fajin e ke ti që je ndal, mund hirje për shembull xhamis, ose mund hirje të dhomës, tash mund edhe i madhi edhe i voglit kenë ndonjë nevojë edhe hin para teje. Mirë po, në qoftë se kalon para teje dikush, normalisht se namazi inshallah është tamam, namazi nuk të prishet. Do të thotë, qoftë fëmijë, qoftë i madh, namazin ti nuk ta prishën, mirë po çka e pakson sevapin e namazit, edhe tjetra është se ai i cili kalon para një personi që falet, ai ka mëkat, ai është mëkat, bën mëkat. Nuk bën që të kalohet para njeriut i cili falet. Tash, kur themi para, qëllimi është derisa ai e ve kokën në sejdë, pra në atë vendin deri ku ai e ka sejdën. Në xhamiat që janë më të mëdha, pra patjetër njerëzit të lëvizin. Atëherë duhet kemi kujdes që mos të kalojmë deri në atë vend ku ai e ve kokën në sejdë. Por, nëse kalohet manal ose më poshtë ose anash, normalisht se njerëzit nuk mund të rinë edhe gjithë të presin tash të falet dikush. Po fjala kur janë vendet e vogla ose xhamit shumë të vogla, atëherë nuk bën as derisa e ve ai kokën në sejdë, po as manal ta tip. Pse? Për shkak se xhamia është shumë e vogël, apo dhoma për shembull ku falet është shumë e vogël. Po me qenë xhamia e madhe, atëherë kujdes mos kalo vetëm derisa ai e ve në atë vendin ku ai e ve kokën në sejdë. Kjo nuk vlen vetëm për në Kabe. Haxhit kur shkojnë, ata që bëjnë tavaf mund të kalojnë edhe para atyre të cilët falen. Pse? Sepse nuk mund taj të ndalet tavafi. Dhe ky rregull vlen vetëm për në Kabe. Pra ati nuk ka mëkat, nuk ke mëkat, në qoftë se duke bërë tavaf i kalon dikuj para duke u falur. Mirë po, në qoftë se një fëmijë ose një i madh për shembull, të kalon para, ti e duke u falur, namazi nuk ndalet. Mos mendo se namazi të është prishur. Namazin e ke tamam, ama ai që e bën këtu, ai që kalon, ai ka mëkat. Edhe tham, kujdesi duhet të jetë që të falemi në atë vend ku nuk shkaktojmë që dikush na del përpara, pra ta gjejmë vendin e përshtatshëm, e mos ndalemi në hyrje apo në dalje që domosdoshmë njerëzit të na dalin përpara. Një vëlla thot kështu, unë thot ka dar Zoti që më udhëzuar që 4 vite apo 5 vite edhe fali namaz në rregull. Mirë po thot në kohën e fundit diçka po ma zvoglon vullnetin, po më vinë pjeqet ndryshme, po më bëhet mendja tala namazin, thot nga vjen kjo dhe çka të bëj. Shiqoni vëllezër, nuk është çudi që ndodhe njeriu Zoti e udhëzon në namaz. Pas një kohë ai e lë namazin. Ka qenë te xhamia. Kur do ta shohësh pas një kohë nuk shkon më në xhami, po ka marr të ne thon udh te ugjve. E tash, si be kit gjalu fali këtë po. Po unë do ta sjell një shembull nga jeta e përditshme. Në qoftë se dy shtete për shembull hinë në luftë. Edhe për cilin shteti tjetër përgatitet më shumë. Për shembull, me hinë luftë të zamë, Amerika me Maqedoni. Sa do të përgatitet? Ama me hinë luftë me Rusin, sa do të përgatitet? Në varësisht prej armikun, do të thotë, sa të fortë e ke armikun, aq edhe përgatitesh. E tash, çka e kam për qëllim me këta? Kur besimtari falet, shejtani mobilizohet ma tepër ta ktheja atë prej rrugës të vërtet. Nuk do të thotë se shejtani ka e dorë tash. Ne jemi këtu shiqim në xhami, tash jemi këtu, falemi ashtu. Mo mendojmë ne se shejtani neve nuk na sulmon. Jo, shejtani neve mas tepër mi na sulmon. Pse ne jemi armik më i madh për atë. Pse ne falemi. A ai, për shembull, që ai i cili është atje në kafe duke pije, duke hangër, duke ban, ma të ka kri punën, për ati ka hekdore, ka lëshu atje, a i vetë të shkon si treni në përbinare, edhe qomë cilin stacion do të ndalet apo nuk ndalet askun. Pa i luftën e ka me atë që falet, por atë edhe nuk është çudi që ti të sulmon, edhe atë që falet të sulmon,
edhe të t'i bjen këto mendime të largoje prej rrugës Zotit, sepse shumë shpesh herë për shembull shohim njerëz cilët kanë qenë rrugën e Zotit dhe pastaj thonë, ku shkoj be këtë djalë, mirë ishte u falte, po shejtan pasi ja udhëzu, shejtani përsëri e ka mashtruar edhe e ka larguar nga rruga e Zotit. Për atë mos mendoj dikush se është e rahat, valla jo më ushqir falem. Shejtani atëherë më tepër të sulmon. Për atë edhe këto mendime të këqija që të vinë ty, këto ide të këqija janë nxitje e shejtanit, mundohet në forma të ndryshme shejtani ti të largoje nga rruga e Zotit. Mos jesh ti në rrugën e Zotit, mos falesh, mos lutesh, edhe pse një herë ti ke fillu, mos u habit, ai deri në pikën e fundit mundohet çka mundohet të largoje nga rruga e vërtet. Çka është gjithja për këtë? E para, të kesh besim të fortë në Allahun xhaleshanuhu, të lexosh Kur'an, të falish namaz, të jesh i vetëdijshëm se këtë ty ta bën shejtani, edhe sa më tepër të jesh me abdes. Me abdes, pse? Se abdesi e shuan zjarin, ashtu a shejtani është prej zjari, edhe inshallah abdesi e shuan atë shejtanin tënd. Përmende sa më tepër Allahun, sa të folish fjalë liga më mirë përmende Allahun xhaleshanuhu, edhe kjo inshallah do ta largojë shejtanin. Dhe mbi të gjitha është fitimin me halal, që ushqimin ta kesh me halal. Për shkak se në qoftë se e ke fitimin me haram, ai harami që ha me njëherë do të reflektojë në sjelljen tënde, në karakterin tënd, bile edhe të njerëzve të tjerë. Kanë thënë ulemat edhe pjesëtarët e gjeneratave të para, sahabët e tabiinët që kanë ardhur pas pejgamberit alayhis salam, ka thënë kështu: kur bëshim mëkat ndaj Allahut, e shihnim atë në kafshët tona. Devet, kuaj që i kishim nuk na dëgjonin. E këputnin kërpeshin, hiknin prej nesh, qitnin me shkel, na erzonin qumshtin kur i mjelnin, se edhe devet kanë qumsht, edhe devet mjelen, ose lopot, ose dhit, ose qka kanë pas. E shifshim, thot ati, po e shifshim edhe të gratë tona, gratot na e ktheshin fjallën, na shiqojshin shtremot, na nemshin krejt, edhe thoni me mendën tonë, ne këtë e kemi si rezultat të mëkateve që i kemi banë. Pra e shifshim thot, kur i bani mëkat Allahut, ki mëkat reflektoj të fëmijët tonë, të hajvanatit, të kafshët, të gratë, të këto pra reflektoj. Por atë ruaju haramit, se edhe haramin në qofë se ti falish, edhe andaj haram, shejtani një punë e ka kri me ti. Tash i kanë ngelur edhe disa terapia tjera, një terapi të ka dhanë. Tash edhe disa terapia tjera dhe po të tamam puna. Por atë duhet krejt të plotësoj që inshallah ti të largosh nga kjo rrugë. Edhe t'jesh në rrugën e Allahu xhaleshanuhu wa xhelle xhelalu. Një vëlla tjetër si duket i ri është, normalisht pijet për këtë pjetje vetëm 3 pjesin, thot kështu: a ban me mbajt fanele të ekipeve futbolistike që kanë kryq? Dhe çka është puna nëse falemi me ato? Ekipet e ndryshme futbolistike nuk është e ndaluar të mbajsh fanele ose dresa që i themine. Ka dikush e do Realin, dikush Barcën, dikush di Interin e Juventusin e diçka se Shkëndijën e. Tash kemi kujdes. Fanelat ose dresat e ekipeve futbolistike, këto që vim prej Europe, shumica kanë kryq. Për shembull, dresi i Barcelonës e ka ati një kryq, po edhe i Realit e ka një kryq. I kryqja shumë i vogël, po ta jo kurora e mbretit, ata që kanë si klub mbretëror, në kryet kurorës ati është kryqi i vogël. Muslima, edhe atë kur e veshti atë fanelen, kryqi të vinë bashkë këtu dikundi, ose këtu. Do me thonë bashkë të zemrat vjen. Që jemi të kujdeshëm këtu. Nuk o e ndalu me të mbash fanelen ati ekipit, ama ati kryqi do t'i bësh diçka. Do të shkojsh të ai roba qepsi, ose për kije ta qepe, ose t'i bëje diçka. Me kryq nuk guxon muslimanit mbaje fanele. As dres, as majc. Disa për shembull vinë me lloj-lloj flamurash. Ndërkaq flamurat
Dihet se ka disa për shembull flamurat të ndryshëm të këtyre vendeve, i Greqisë ose i vendeve skandinave, disa janë krejt me kryq. E ti, muslimani nuk guxon ta mbajë një fanellë të atill. Po dikush thot, flamuri i shtetit. Flamuri i shtetit është çetër punë, ti nuk e veshish flamurin. Flamurin ti nuk e veshish fanellën. Ne i dim rregullat edhe feja islame nuk ta çet shpirtin ti, nëse duhet ta mbash flamurin për shembull Zvicrës, ose një flamur tjetër ai që është në atë vend. Feja islame dihet ajo do ta vesh në tavolinë ose në vendin e punës se s'mund ta heqësh, ajo nuk ka problem. Ajo nuk je përgjegjës ti për atë. Mirë, po ti ta veshish fanellën ose dresin e ekipit futbollistik me kryq, kjo nuk lejohet. Po duhet atë kryqin diçish ta heqësh edhe mandej mbahet ti të Barcelonës, atë Realit, të Manchester United apo ku diçka. Ama aty kryqi duhet t'i bësh diçka. Veçanërisht se kryqi vjen në një pozitë shumë të lartë. E dikush mund të thotë, ama, hoxha, ti ja mba franga në xhep. A më kupton? Edhe frangat kanë kryq. O ti vëlla i dashur, frangat kanë kryq, po tash mësoni që s'ti la frangat jashtë, mi marrën frangat. Pa tjetër ne ti mbam. Ama fanellja o qëtër punë. Fanellja ke zgjidhje, atë paret s'kam zgjidhje, libe t'i tham xhamati që qoni të ma jep një rogën me euro, jo mo me franga, se se një mbam. Bile ato janë kam parashtru pje që për shembull, këto që kanë qenë në haqë e din, paret e atje në haqë, Saudis, Riyadhi, ka shkruan arabisht, ka shumë shkrime, emri Allahut, ka, kuptoni, e tash ma të paret i hinë nevojtore. Do t'i marrësh ti një 1.000 rial t'i lësh jashtë se unë hinë nevojtore kur dalësh më mos i gjenjsh. Shqo, ajo është qëtër punë. Edhe ulemat kanë thonë, ti s'mundesh t'i lësh pare qash, do t'i mbash në kuletër me vete se t'i marrin. Po ati ka emri Allah, Muhammed shumë, s'ka lidhje, sa ato pare janë, edhe këto me kryq janë pare. Ajo punë e shtetit është, a më fanellën ti shkon e blen vetë. Edhe ai, për shembull i Barcelonës ose i Realit, nuk do të vijet ti Mourinho prej që thotë, pse beja ke hekat kryqin atje? Ose Guardiola, ose Messi, dhe thotë, pse beja ke hek kryqin? Ti ka dale me shok t'i heqja kryqin, edhe mba. Me thonë, duhet që jemi të kujdesshëm. Pra, kjo është dhe, në qoftë se falesh ma fanelle, ma dres, namazin inshallah e keta ma me kru është. Me kru i rante dhe atë të mbash, tesha edhe veshje t'ila. Po ashtu nuk bën mbash edhe tesha edhe veshje edhe me fotografi. Disa i kam pa për shembull, hajma këto që janë matri, ndoshta nuk i din gjërat, po beson disa edhe në mosh janë këto motoristët edhe e kanë gjerë ati Harley Davidson, e kanë gjerë një person me shervete në kokë, me mjekër kështu 1 milimetër ashtu nësi i bëjnë, me vëndh edhe me motor, edhe falet me atë, nuk në rregull. Ose ka ndo një fotografi tjetër për shembull, ndo një vajzë ose diçka, to duhet të hiqen, bile ku shkon namaz. Duhet që jesh i kujdesshëm se në çfarë forme dhe në çfarë mënyre pra e fal namazin. Për këtë pra duhet që jemi të kujdesshëm. Feja islame nuk e ka ndalu të mbash fanellet të klubeve, nuk e ka ndalu, ama duhet që jesh i kujdesshëm nëse kanë kryq. Nëse ka kryq, nuk është e lejuar. Nëse nuk ka kryq, mund ta mbash, ose nëse ka kryq, duhet t'i bësh diçka atij kryqi, që hekësh atë të qepin ose diçka edhe mbahet, nuk ka problem, më kupton vetëm se mos e harrosh edhe veten tënde edhe fëmijët kur luajnë futboll, se mandej del puna keq, veçanërisht me hub, dikush e ka harruar, ka lënë druan diku ndi, edhe ka hupaj klubi aty, për shembull, veçanërisht kur luan El Clasico, Real edhe Barcelona, edhe pse ka hup tash ekipi vet, ka shkuar në shtëpi mandej ja kujtu se gruan e ka lënë atjene. Krejt i nervozon. Edhe kjo nuk ka rregull, ka edhe ajo ka kararin e vet, ka masën e vet. Besimtari duhet të jetë një herës pari euforin, ose më mirë thonë atë dashurinë e vet krejt, duhet që shpreh fesë dhe islamit, nuk ka problem të simpatizosh një klub, ama jo dalësh prej normave. Dikush beson një herë te një berber atje në vendlindje duke i nxjerr flokët, edhe kishte kishin lunja di klub, edhe kishte hup njëri klub. Edhe pse kishte hup ai klubi, dha me një herë në spital ka shku, ka marrë infuzione njeriu. Pse ka hup ai klubi, po puna e madhe ti çka fiton se ai do të fitojë. Po më falni, vetëm me fitu ka mundsi me lujat që është haram. Bastoret, ato sportskat, me kap sportskën, atëherë ai ndoshta fiton diçka që është haram ajo. A me se kap atëherë fiton edhe aty kurxhan.
Vazhdojmë me pjeqen tjetër. Thot kështu thot, a ban prindërit me ndalu vajzën e vetë, vajzën, në qoftë se ajo do të martohet me një gjallë, këto mos e lanë të martohet, vetëm se nuk u pëlqen, po nuk kanë, thot, ndonjë shkak. Shiqoni, Allahu Gjellëshanuhu edhe burit edhe gruas ja ka dhënë drejtat edhe mashkujt edhe femrës. Edhe martesa kur bëhet, duhet bëhet me pëlqim shpari njerë të dy palëve, atyre zotëve të punës, gjallit edhe vajzës, jo të më ndodhe si neve kam zanë nuse, ashtu, po e krejt që në barazi, kejt kojshit, ajo, vetëm kam vetë të vajzat është problemi. Qërët krejt që në bo kojshit, dajallarët, migjallarët, tezet, halat, e vetëm vajzat është kam vetë thote, po ti kur shons për s'ki kri punë. Ajo i zoti punës që e pret punën, ajo s'pa a thonë, po ti pse thua kam zanë nuse. Duhet pëlqimi, edhe fetarish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar nga jeta e vet, nga praktika e vet dhe nga thënjet e veta që ne kur ta martojmë vajzën me djalin ti pyesim dhe ta marrëm mendimin e atyre. A don ti të martohesh, a nuk don? A e pëlqen kët ajo? Në qoftë se ata dy pëlqehen edhe e pranojnë, atëherë edhe prindët duhet ta pranojnë vendimin e atyre. Mirë po. Nuk do thotë kjo se prindi nuk bën pjetet hiç, jo. Prindi pjetet në fen islame. Prindi e ka fjalën, një nga fjalët kryesore ka dhe prindi. Veçanërisht në qoftë se janë shumë tri ata dy tri. Se kur janë shumë tri, ajo vajza ndoshta ja duk i bukur, e ka bë pak frizurën, ali me misk, ja ka marrë një shokut vet, dëni vetur, dëni BMW dhe kësaj duket të hetash, u kri puna. Kupton, ta mashtrojë ndonjë vajzë. Duhet qenë edhe vajzat kujdesshme. Duhet konsultohen me prindët. Pse? Mos mashtrohen vetëm pamjen e jashtme. Edhe mos vrapojnë me njëherë, haje mora unë këtë. Pse? Ti do të qojsh jetë me dalaj ndonjë mbrapsht, ndonjë njeri matrapas, me dalaj ndonjë manipulant. Çka do të bësh ti? Ti do ta nxjerrë jetën ai. Për atë edhe vajzat edhe djemë nuk ban të shpejtojnë. Feja islame pranon vullnetin e atyre. Ata janë që dajnë punën. Një vajzë ka shku në kone pejgamberit e sëmë dhe i ka i thonë, ja Resulullah, baba im më ka dhënë kafeju të një person, a unë nuk e du atë, a bën të kthej. Pejgamberi sëmë i thotë, po, ti ke drejt mos shkojsh të ai personin qofse nuk e do. Edhe kthehet vajza i thotë, ja Resulullah, unë do të shkoj ku më ka dhënë baba, vetëm desha ta di, a kemi drejt ne mos me shku. E thotë, po, ke drejt mos me shku, qofse nuk e do. Ama çka? Duhet jemi të kujdesshëm edhe vajzat, pra edhe të gjemë që marton, të jenë kujdesshëm mos i lanë pas shpinën e prindët. Pse? Pse prindët ja din rënjat ati, ja din familjen, ja din gjinsin ati, ja din dajallarët, migjallarët, krejt. Ai që nuk është gjinës është problem. Për atë, prindërit edhe fëmijët duhet konsultohen mes vete për të bërë diçka. Tash prindërit nuk duhet ta ndalojnë vajzën ose djalin martohet me diko, pse? Kur kanë qenë të njëherë ato, ma dajti ujtina që mu, se nujnë ta une. E pirina tash nuk ja apë vajzën une. Kjo nuk kanë regull. Mirë po, në qo se kanë gabime familjare, prindërit e këqi, andaj këndaj nuk. Do të thote se fëmiu pa qëtër dali i keqë. Ama duhet studiohet, duhet gjurmohet, pjetët mirë, çfarë familje është, për shkak se mund vajzat bjere ndonjë njeri të keq. Ajo nuk e di, ku e di ajo, i duket i mirë andaj edhe me. Për atë pra, prindërit nuk bën ta ndalin vajzën për kotë e kotë. Në qoftë se gjali është i mirë, duhet t'i përmbajmë rregullit që feja islame ka thonë, pejgamberi sallallahu ka thonë, kur tu vihet vali për vajzën ose pa një vajzë gjalin, themi kushtimisht don mici, ai thot me cilin ju jeni të kënaqur me fenë ati dhe me moralin ati, pra është njeriu fetar i mirë, edhe është i moralshëm, thot jep një bëheni miq, se për ndryshe thot do të bëhet fesad, do të bëhen turbullira, në atë kuptim do të hapish një njeriu tjetër, jo fetar, jo musliman, jo të moralshëm, edhe do të shkaktojë fesate e gjëra tjera. Pra thot jepi atij që ka moral edhe fe. Në qoftë se prindërit kanë vrejtje se familja ati edhe ai gjallë vetë është i pamoralshëm, i pasjellshëm, edhe nuk janë në rrugën e Zotit si duhet, nuk kanë njerëzillok, atëherë prindrit kanë drejt, edhe vajza duhet t'i dëgjoje.
Edhe pse e ka përsëri ajo fjalën e fundit. Ama nëse djali është i mirë, në rrugën e Zotit, familja e mirë, atëherë prindërit nuk duhet që ta ndalin vajzën martohet me atë që do, e ta marrin ta dërgojnë te dikush që nuk e do. Pse? Kuri nuk do të jetë e kënaqur ajo në jetën e vet familjare, nëse ja jep një person që nuk e do. Ti do t'i bësh dëm me atë e nuk i bën dobi. Pra kjo punë është punë shumë e ndjeshme, nuk mund të themi ashtu, ti vajzo shko ku dush ti, hiç mos i pyet prindërit. Po as prindërve nuk u themi, ju ai fëmia jo, ti e ke ushqijat, ku mund shkoj ajo pa të pyet ti? Jo, ti e ke ushqi, ama ajo ka mbrit me një moshë edhe ajo ka vullnetin e vet, edhe feja e një vullnetin e asaj nëse është e pjekur, edhe atëherë duhet marrëveshje, bashkëpunim që gjehet me të vërtet personit që është më adekuat. Vëllezër dhe motra të nderuara, ne këtu përfundojmë për këtë edicion të emisionit Pyetje dhe Përgjigje. Inshallah do të vazhdojmë në edicionet e ardhshme. Ju falenderoj që na ndoqët dhe me shpresë inshallah që përsëri të dëgjohemi në emisionet tona të ardhshme. Unë Bashkim Aliu ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.